A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tema e 12, besimi në ditën e ahiretit. Me ju thonë drejtën, unë e kum pasur në plan që shartët e imanit veç me një ders me ka përci. Mirë po, masën e ndrova mendimin, do me thonë kena fol një ders vetëm për njohjen e Allahut, masën kena fol për besimin e melaqen e libra dhe në pejgamber. Sot do të flasim besimin e ditën e ahiretit si një, do me thonë, si një parakusht për me përmisu zemrën. Se punë në suni përmirsojna pa e përmirësu zemrën. Zemrën suni e përmirsojna pa e përmirësu besimin. Kjo është ajo lidhshmëria. E tash besimi në ditën e ahiretit, thash dje, mas shumë ti përmenet së bashku me besimin në Allah. Zakonisht bashkë përmenen këto dy shartet. Kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit, le të bëj kështu. Kush shpreson mu taku me Allahun dhe beson në ditën e ahiretit, më thonë quhet jaumul akhir. Kushti i pensë imanit, besimi në ditën e fundit, se ka shumë emra, besimi në ditën e kiametit, besimi në ditën e gjykimit, besimi në ditën e shfaqjes së vepra, besimi në ditën e grupimeve, kanë emra të ndryshme që janë përmend kiametit, po me besu se i vën fundi kësaj dunjajës, edhe kena murin gjallë, kena me dalë para Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kena me dhonë llogari. Kjo, do me thonë, i andron hesapet besimtarit. Mirë po, besimin në ahiret është në dy nivele. Besimi se do të ringjallemi, do me thonë kështu në përgjithësi. Që qëllë muslimane ka që këtë nivel. Kjo është minimumi. Me ditë se nuk ka kretë kjo dënjoja që ka ekziston. Besimi se kena me shku të Allahu dhe kena mu ringjallë. Kjo është niveli minimum. Këtë zakonisht e kajnë muslimantë. Mirë po, që ki nivel andikon të zemra shumë pak. Niveli tjetër që duhet me emri besimtari, niveli tjetër i besimit në ahiret, është me pas në mendje para çdo punës. Do me marrë një vendim, do me bon disha, ka dale. Çka do t'i thomë Allahu subhanahu wa taala në ahiret? Do me bon një reagim, nalesh, ka dale. Kjo është niveli i cili e kontrollon njerin, edhe e lëviz. E ne duhet me mrinë që këtë nivel, se këshire, imani letësh me thonë me fjalë, ama imani do për me mrinë nivelet nalta, se imani është me deregje. Sikur se të hadithi i Gjibrili që e lexuam dje, ka islami, imani dhe ihsani. Ihsani është me mri në një deregje me e bo ibadet Allahun sikur me e pa. Qa një është ihsani? Ajo që është grada më e lartë e imanit. Për qatë do me thonë ihsan, do me thonë përsosje. Me e bo mas mirë të diçka. Me e bo mas mirë të diçka që është imanin me mri në nivelet të larta. E tash, besimin e ditën e ahiretit çka përfshin? Veç ringjalljen, jo. Ringjallja është një stacion, të themi prej stacioneve të ahiretit. Besimi në ditën e ahiretit përfshin. Do me thonë, prej momentit kur njeri hin në varrin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka kallëzuar çka ndodh, si të voroset njeri më njerë. Vin dy melaqe, munkiri dhe nekiri. E hunxhin xhenazën. E ulin, sa është i shtrim. Edhe ja parashtrejnë tre pyetje. Edhe i ka përshkrujt pejgamberi sa këto melaqet. Melaqet të zeza dhe të mavita, të kaltërta. Edhe ati ka me pas një sprov, quhet sprova e varrit. Si cili njeri ka mu sprovu. Për qatë kur ka vdek njëri prej sahabëve të mëdhej, për cilin ka thonë, do me thonë aja është Saad ibn Ubade.
Kur ka vdek, ka thonë pejgamberi sa, arshi është drith i Allahut. Edhe ka thonë pejgamberi sa, si cili njeri dhe ta shtrëngoje vori. Dhe ta shtrëngoje. Me pas shpëtu dikush prej këtij shtrëngimit, kishte me shpëtu Saadi, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse dikush kish me shpëtu, kish shpëtu Saadi, qatë që jo konë, dhe me thonë, i rëndësishëm edhe besimtari i madh, edhe dhe me thonë, shok i ngushti për i cili ka vdek në një moshë të re 35 vjetë, nësa më kujtohet kështu. Mirë, po besimtarin e mirë, vori e shtrëngon si kurse, a i ki pa dikush, janë do njerëzi, do tipa, kur ta shtrëngojnë dorën, dhem dora, ose kur merë ngrik kështu, ta nalë frimën. Ai nuk e ka për qëllim me të bënë diçka keq. Unë e njoh njërin, s'po duam ja përmend se është më injizu, ai kur i foli atje sa herë ma nalë frimën. Se më shtrëngon këtu në shtëpinë edhe më shkrit edhe ma nalë frymëmarrje. Çashtu është shtrëngimi i varrit për besimtarin. A shtrëngimi për të keqin është azab. Edhe masane pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruajt jetën e varrit. Quhet jeta e berzahut. Fjala berzah do me thonë perde. Është perde, se shpirtat ekzistojnë, mirë po në një dimenzion tjetër. Për çat ulemaja nuk dihet saksisht ku është shpirti. A është në qiell, a është në varr, sa është në qiell, sa është në varr. Ajo është një kalim pikë kësaj bote, him në një zonë që është tjetër dimenzion, Allahu e ka quajtur berzah. Po jeta e varrit. Do me thonë, jeta e varrit në mënyrë direkte, së shpërmend Kur'an, është përmend në mënyrë indirekte. Për çat disa filozofë kanë gabuar shumë, e kanë mohu që si marrin hadithet. Mirë po ka një ajet që tregon se jeta e varrit është përmend në Kur'an. Thot Allahu subhanahu wa taala për faraonin dhe parin e tij, "En-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Faraoni dhe paria e tij i ekspozohen zjarmit në sabah e akşam. "Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab." Dhe ditën e kiametit, kur të ndodhe kiameti, thot Allahu, shtyni Firaunin në një azab hala më të madh. E mirë, çfarë azabi kanë në sabah akşam kjo? Është azabi i varrit. Varri e ka begatinë e tij, e ka shpërblimin e tij për njerëzit e mirë dhe i ka, domethënë, dënimet e tij. Mirë, po gjithçka çka ka të bëjë me varrin hyn te besimi në ditën e ahiretit. Se kush vdes, kiameti për ta ka fillu, kështu thënë dietar. Shtëpia e parë e ahiretit është varri. Do të thonë, besimi në ditën e ahiretit fillon prej hyrjes së njeriut në varr. Dhe deri kur dahen njerëzit, dikush për në xhenet, dikush për në xhehenem. Masanena, çka përfshihet këtu? Besimi në ditën e kiametit nënkupton me besu se në fryrjen e surit. Dhe me thonë, kur ndodh kiameti, kur me laçja që e ka për detyrë me fri surin, Israfili, dhe me thonë, kam i fri surit. Fjala sur, që ne thena me fri surit, ajo është arabisht, do me thonë, buria. Qysh është ajo buria, ne nuk e dina, veç buri do me thonë. Kur ti frije, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që çaj me laçja dhe me Israfili, që e ka për obligim mi fri surit, e ka vëndu gojen në burin, sur, edhe e ka këthy shikimin ka Allahu, edhe pret izën. Dhe me këmo ka funi ena. Shu ka thonë pëmësa. E ka vëndu gojen në sur, në buri, edhe është këthy ka Allahu, dhe pret iznin e ti për me fri. Si të frije, ndodhë kiameti. Që është për shkru kiameti. Prishet gjithësia, toka, kretë. Që është kiameti. Masene du t'i frije për zditi dhe njerëzit do të rinjallën. Besimin e çket është besimin e ditën e ahiretit. Pastaj njerëzit do të rinjallën. Do të tubohen në mahsher, në vend tubim. Pastaj do të vijë Allahu subhanahu wa ta'ala për me gjiku. Thot Allahu në surën Fajr: "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa."
dhe vjen Zoti i dhe me laqet safe. Do të vinë për me gjiku Allahu subhanahu wa taala. Dikush pastaj do ta marrë librin e tij, ka, do të vnohen peshorët, do të vinë gjykimi, do të gjikohen njerëzit. Dikuj do t'i vije libri i tij ka anë djathtë, dikuj do t'i vije ka anë majt. Ati që dhe vije ka anë djathtë është një shenjë se ti je me të mirë, për në xhenet je. Do të thote, lexoni librin tem, lexoni ha u muqra'u kitabie. Lexojni librin, se kam u gëzu shumë, gëzimi ma. Pastaj do të vendohet sirati, ura e siratit mbi xhehenem. Se masi ta marrin secili, do me thonë atë regjistrin, atë fletoren e punëve të veta, do të shtrohet sirati. Dikush do të kaloje sikurse vetëtima, sekunda, do të kaloje, do me thonë, përmi xhehenem për me kalu në xhenet. Dikush sikurse me një kalë të shpejt, dikush do të vrapoje, dikush do të ece, dikush do të ece kamadorës. Zotin arruj, dikush edhe do të bjerë. Se deri këtu, munafikat kanë me pas, ata që kanë shef kufrin, kanë me pas shpresë se do të shpëtojnë, mirë po këtu është stacioni i fundit ku ata kanë me ra. Masëne vjen mo xheneti edhe xhehenemi. Po kjo është shkurtimisht. Kretë që këto quhen momentet e ahiretit. Kretë këto duhet mi besu, në me thonë, për me plotësu kushtin e 5 të imani që është besimin e ditën e ahiretit. S'mundesh me thonë ti, unë e besoj, ama jo, jetën e varrit nuk e besoj, të s'ke besu ahiretin ti. Ose me thonë se besoj, në me thonë, mizanin, peshore, ose se besoj, kretë këto gjona që i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto momente hinte besimin e ahiret. Ky besimin e ahiret, me thonë, ndikon të njeri për me drejtu jetën e vetë edhe për me drejtu besimin e vetë. Ta shumë do të lexoj një hadith për me tregu se fundi çaj që e beson që këtë ditë çaj është i shpëtum. E transmeton është një tabi'i, Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Ka'be, e ka emrin. Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Ka'be. Rob i do me thonë djali i robit të Zotit të Qabës, mja përkthejemnin që atë mëna e ka, Ibn Abdi Rabbil Ka'be. Thot, shkova në Qabe. Qëki Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Ka'be. Thot, shkova në Qabe, edhe e pash aty në hijen e Qabës, se më varet ka i bje dili, njëna anë Qabja e ban dritë, apo një anë ose djone, e ban hije, faktikisht, se thash dritë, e ban hije. Thot, hina në Qabe, e pash Abdullah ibn Amr ibn Asin. Abdullah ibn Amr ibn Asi është një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prej shokëve të sahabeve të mëdhej, i cili ishte ulur në hijen e Qabës dhe njerëzit ishin mbledhur rreth tij dhe ngoheshin. Ju ka kallëzuaj që ka nipi pejgamberit, kjo është mos vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po? Thot, edhe shkova dhe ula edhe unë aty. Edhe ai tha, Abdullah ibn Amr, shoku i pejgamberit, tha. Thot, ishmi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim, edhe u ndalëm me pushu. Edhe dikush janë nisi me rregullu tendën e tij, shatorin e tij. Dikush janë nisi mu stërvit me shegjet. Dikush u mirke me kafshën që e ka pas, kafshën e udhimit. Edhe kur pa prit mas, tash po tregon Abdullah ibn Amr ibn Asi, po e tregon këtë, tabiinve ju tregon qysh, në me thonë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që e ka ndodhur një rast. Se njerëzit janë konë sahabët, në me thonë i ka ndash shumë. Para mëno tash më ardh një njeri këtu, e ka pa pejgamberin alaihi wasallam. Tabiinët janë konë sahabët, janë konë, pse se ai ka net me pejgamberin e Allahut, para mëno me pas jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot, kur ai thirrësi, muezini pejgamberit ja boni as-salatu jami'a, namazi, çtu i ka thirr, i kanë thirr njerëzit.
ai zonin më të madh që e ka pas, e ka urdhëruar penson, ka thonë tu bohuni për namaz. Edhe janë mbledh. Se si cili janë shpërndau, udhim akone. Janë mbledh aty. Edhe të na tha, i ka mbledh penson ju kallxu diçka. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas ndonjë pejgamber para meje, përveç se e ka pas obligim që umetin e tij me drejtu ose me udhëzu ka hajri që e ka ditë dhe me vatërheq vërejtjen prej sherrit që ai pejgamber e ka ditë. Secili pejgamber e ka pas këtë vazife. Mi tregu të mirën umetit vet që me ndjek dhe me atërheq vërejtjen nga e keqja umetit vet që mu largu prej të keqës. Thot, e ç'ki umeti juj, thot pejgamberi sa, që ki umeti juj, begatia e tij dhe shpëtimi i tij Allahu e ka bën në fillimin e tij. Ndërsa fundin e ç'kti umetit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me rrog sprova, belaja dhe gjana që ju keni mi mohu. Ju thot sahabeve, shpëtimi, afijeti që këti umetit, shpëtimi është në fillimin e tij, ndërsa fundi ka mu sprovu shumë, thot pejgamberi, dhe kanë mi ndodh gjana të rana, subhanallah. Për çat shtash për shembull me shiku çka përjeton umeti islam. Jo shtash, jo veç çdo ditë, ti me kështu shekullin e fundit. Me të vërtet, do me thonë, sprova të randa. Umeti islam. Nuk i ban hesab kërkush. Për çat tash më kujtu një libër, është një libër për plasja e qytetërimeve. Samuel Huntingtoni e ka shkruar. Është një libër që në master e kemi mësuar, në magjistraturë. Edhe aty e përmenda, e thot, ka musliman, ai nashta se ka pas qëllimin e keq, po ki ish kryeministri i Turkisë Ahmet Davutoglu ja ka shkruar një demant këtij Samuel Huntingtonit. Thot, ka musliman është toka e përgjakur në botë. Ai ka shkruar para një 30 vjetëve këtë libër. Edhe është një prej librave më të shitur në botë për plasja e qytetërimeve, edhe çish e parashef ai se si do ndryshoje dunjaja. Do me thonë kush ka prej shteteve ka mu zhdu, kush ka mu bo superfuqi e kështu me radhë. Edhe thot ka musliman, edhe shtash faktikisht muslimanët janë të hek shumë. Edhe jemi në akhiri zaman. Çfarë me thonë akhiri zaman? Jemi në një kohë ku shumica e shenjave të vogla të kiametit kanë dalë. Edhe me po me lexu tash për çka u të ndodh, këto ditë e fundit, kjo luftrat. Subhanallah, sikur është të u bon një përgatitje, Zoti e di më mirë se ne nuk e dina kur do të ndodhe kiameti, për me çel derën e paraqitjes së shenjave të mëdha të kiametit. Edhe e dini pika dhe dale Dejjalli, do të dale prej Asfahanit. Asfahani, ajo është për jahudive, sa Dejjalli është njerëve, që ka me pas fuqi të jashtëzakonshme. Do me thonë, do dale Dejjalli prej jahudive të Iranit. Manatona nuk po du me thonë që Iran, do ta marrin Iranin, do ta bëjnë jahudi, po çaneja të shku puna. Çka do të ndodhe Zoti e di, tash kjo koha do të ndodhe manatona. Veç Dejjalli do dale prej vendit të Iranit, nga jahudit e Iranit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, umetin tim në fund do ta godasin bela, dhe me bela do me thonë sprova të randa, dhe gjana të cilat ju do të i mohoni. Wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Dhe vije një fitne, një sprovë për muslimat. Secila fitne që do vije, do jetë më e rëndë se sa ajo që ka qenë para. Edhe ka me thonë besimtari, hadhihi muhlikati. Në çket fitne unë e zbesoj që ka me shpëtu mu. Kjo është shkatrimi jem. Mase në deka përceja jo vale fitneve. Pastaj thot për jamësam, do të vije një fitne tjetër edhe besimtari ka me thonë, që kjo pas ka konë, hadhihi. Pastaj, pasi e kallëzon këtë për jamësam, pse i mbledhi njerëzit, ju thot porosim, vajep atë kajmakin, atë mesazhin, thot, femen e habbe,
an yuzahzaha anin nari wa yadkhul al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. E kush dëshiron me shpëtu prej zjarmit xhehenemit dhe të hijë në xhenet, vdekja le ta gjeje duke e besu Allahun dhe ditën e ahiretit. Mos lëviz pi kësaj. Kushdo që t'i vije vdekja, ama ajo është i shpëtuar prej xhehenemit, edhe ka me kon xhenetli, le ta besoj Allahun dhe ditën e ahiretit dhe njerëzve me njerëzit të sillet qashtu që shko qef njerëzit mu sill me ta. Që kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çki Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Ka'be, çki që e transmeton, që e ka ngu për Abdullah ibn Amr ibn Asit, thot ju afrova ngat edhe i thash, anshuduka Allah, po të baj bejnë Allah. E ente sami'te hadha min Rasulillah. A i ke nguti që ketë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ja boni Abdullah ibn Amr ibn Asi. E ka ngu që këto dy veshte mi dhe e ka majt men që kjo zemra jeme. Qashtu bashkë që e kalzova, i thash, po qka është puna me këtë djalin e minxës tant? I ka thonë Abdurrahmani. Kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le ta besoj Allahun dhe ditën e ahiretit dhe me njerëzit të sillet mirë ashtu siç ka qef njerëzit të sillen me të. Dhe masanet pejgamberi sa më jep edhe një këshill tjetër, thot kush ja jep besën një prijesit të vet, le ta ngoje qatë sa ka mundësi. Nëse del një prijes tjetër, duhet me vra tjetër. Thot për nësë, shashtu e kini një musliman dhe kanë një udheqës. Thot duhesh me ngu. Nëse del një udheqës tjetër, thot, fadribu unuqahu. Hekja një krije në këtë tjetër. S'ka dy udheqës, e prishet dhe sapi, prishet shpia. E thot Abdurrahmani, i thash, e mirë, qka është puna me këtë djalin e minxës tant, Muavijen, i cili na urdhnon që mi bon do gabime, thot, ngoje përderisa ai e ngon Allahun, ndëgjoje përderisa ai është i ndëgjueshëm dhe Allahut, dhe kundërshtoje përderisa ai e kundërshton Allahun subhanahu wa taala. Mirë, këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se besimi në ahiret është kushti për me shpëtu. Pse është kushti për me shpëtu? Se njeri që beson ahiretin, në veprimet e tij, në hapat e tij, në qëndrimet e tij, që i merr. Në më thonë, sigurisht që kjo ka me ndeku që ai me kultivu të vetvetja ndjenjen e mbikëqyrjes. Një njeri që nuk haron se Allahu e shikon. Një njeri që nuk haron se Allahu subhanahu wa taala e përcjell. Se do ta marrin përgjegjësi. Thonë, ka shumë kujdes se çka ban. E tash, njerëzit kur do të dalin përpara Allahut subhanahu wa taala, a keni pa në jetën e kësaj bote me thonë dikush, a e mban mend be para një 5 vjetëve, kur më pa të thonë, sa? 5 vjetë? Po thotë, jo, se maj mend, par gjesh që akum hangur në sifir, a me vesh, edhe a maj mend që akum më thonë para 5 vjetë. Thotë Allahu s.w.t. në një ajet kuranor që është në surën Mujadele. Ahsahu Allahu wa nasu. Se njeri kur dhe dale, kam i po krejt punët e ti. Thot Allahu s'ma në surën Mujadele, Allahu i ka shënu krejt, ndërsa ata i kanë haru. Se nuk është më më rëndësi tja e ma men ase ma men. Del për para ekrani, po them kështu, sa ti nuk thot të ekran, po dhe dale krejt, da shoh vetën, da shoh çdo moment, çdo grinc, çdo punë që e ki bo, ka me dal parasive. E tash, djetarët e përmendin në sens, se njeri thot, për para se me bo një punë, nalo edhe meno ku ki qefti me e pa vetën. Është një tabiin tjetër, ka emin Ibrahim e Tejmi. Thot, e paramendova vetën në xhenet. E paramendova vetën që Ibrahim e Tejmi. Thot, me theltu nefsi fil xhennet. Edhe e paramenova të hangër për e pemëve xhenetit,
edhe të pi prej ujit nga lumet e xhenetit. Edhe pastaj, mas disa minutave, mas një kohë të shkurt, thot e paramendova vetin në zjarr të xhenemit, duke hangër nga zekumi. Zekumi është një bim që e ka përmendë Allahu, një drum i keq. Bile ka thonë Allahu një bim e fliqt, të cilin do të hanë banor të xhenemit. Quhet zekum. Thot e paramendova vetën, do me thonë, thot Allahu subhanahu wa taala, degët asaj janë si krijet e shejtanëve. Si krijet e shejtanëve, do me thonë, zekumi, si shejtani që është me brina, se shejtani është me brina. Edhe pse se kena pa, ne po na ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dim, apo s'kemi fotografi. Këto krishterë, këto qertë e fotografojnë, e paraqesin shejtanin. Edhe thot, e paramendova veten në xhehenem, edhe të hongër prej zekumit, të pi prej valës së xhehenemit, dhe të marrë me ato zinxhirët me cilat isha i lidhur. Edhe i thash vetes, e paramendova veten në xhenet me këtë mirët, edhe paramendova veten në xhehenem me këtë këqijat që ka përshkruajtur Allahu. Se shumë është me rëndësi se në Kur'an shumë përshkruhet xheneti. Edhe përshkruhet shumë xhehenemi, se normal nuk kemi koshtash se ka shumë ajete Allahu subhanahu wa taala si e përshkruan njërin si tjetër. Pse? Që ti kur të lexosh Kur'an, ta këshirish çish është jeta e xhenetlive, çish është jeta e xhehenemlive. Edhe i thash vetes, o nefsi jem, si me thonë, une si mi thonë vetes, o agim si mi thonë për vetes, për shembull. Ku ki qef me kanti, ta ati paramendimi i para, te paramendimi i ditë. Më tha, du me kanti xheneti, edhe kam qef që të kthehem dënja dhe të punoj. Thot Ibrahim e temi, më tha nefsi vetë, a e me vetë vetën fol. I thash, po ti në dënja je. Ti e në dënja. Nisja puno tash, mos i lem për ma vonë, mos i lem për ma natona. Përshkrimi i xhenetit, dietarët e përmendin, se është një prej motivuzve për me nashti, dhe me thonë me bon veprat mira. Gjithashtu edhe, përshkrimi i xhehenemit, dhe me thonë është një prej motivuzve. Unë me këtë hadith dhe ta përfundoj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu. Vesh një moment prej momenteve të xhenetit. Thot derisa xhenetlit janë duke u kënaq dhe duke i shijuar begatitë e Allahut në xhenet, kur do ta shohin baraqitet një dritë dhe do t'i ngrejnë kokat e tyre dhe kur do ta shohin Allahun subhanahu wa taala përmi ta. Edhe Allahu do t'ju thotë: Ja ahlal jannati salamun aleikum. Do t'ju thotë Allahu subhanahu wa taala, o banorët e xhenetit, paqja qoftë mbi ju, selam aleikum. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi ajetin kuranor në surën Yasin, ajeti 58, Selamun qawlan min Rabbir Rahim. Selam, fjalë nga Zoti i mëshirshëm. Ajeti kuranor. Pra është përmend kjo edhe në surën Yasin se Allahu do t'ju jep selam. Thumma yatawara anhum, pastaj do të fshihet prej tyre, wa tabqa rahmatuhu wa barakatuhu alayhim fi diyarihim, pastaj Allahu do të fshihet prej tyre, ndërsa bereqeti i Allahut dhe bekimi i Allahut dhe mëshira e Allahut dhe të mirat e Allahut do të mbesin me banorët e xhenetit. Për çat një njeri që e ka fuqishëm mbi, nuk e ka veç majë gjuhës. Kena me vdek, kena me dalë para Allahut. Ai po njerëzit kur zihen i përmenin shumë shpesh të fjalë. Po një njeri që e ka për një me në zemrën e tij, ka shumë kujdes çka bën. Veprat e tij ka të mira. Pse? Se e ka përmirësuar zemrën e tij me besimin në ditën e ahiretit. Allahu na bëf për xhenetlive.